të pjesës parë të konferencës Rambujës. Me marrëveshjet e 3 intermediatorëve, ose 3 mbikëqyrësve, u morën vesh që ta bëjmë qeverinë e përkohshme. Dhe u nënshkrua atje që ta bëjmë qeverinë e përkohshme për ta udhëhequr luftën apo paqen pasi të nënshkrujmë marrëveshjen. Dhe e kishim për detyrë që kur të ktheheshim nga i 2 javëshi, të gjithë t'i binim emrat e ministrave për sektor të caktuar. Dhe ndodhi ajo që nuk u dashke me ndodh, nuk pjesa e LDK-s nuk i pruri emrat asnjëherë, qeveria e përkohshme Meti e paralizuar dhe kam përshtypjen që unë miku mbase do kishte ardhur për sektor të caktuar, po s'kish pas nevojë me ardh, po ta kishim qeverinë të plot në marrëveshjen që e bëm në Rambujë. Pri këtij këndvështrimi nuk di nëse kam përshtypjen, mbase pra kam përshtypjen që mirë ka bëu që ka ardhur. Pra kam përshtypjen që për një arsye Kosova ndryshe për vendeve të rajonit, megjithatë ka një sistem një administrat goxha të avancume ose edhe ligjet edhe tjera që është merit edhe unë mikut. Pra tjetër se si e kemi pa para disa vitesh, do të sot e shohim pak më ndryshe. Pa me atë logjikën e baraspeshjes politike e dim pse ka ardhur unë miku. Sepse në fakt ju e dini që ndodhi një presedan i jashtëzakonshëm që kush se ka menduar që mund ndodh. Veprimi i NATO-s dhe bombardimet e NATO-s nuk kaluan fare në Këshill të Sigurimit. Këtë e bëri Amerika. Dhe po të shkonte në Këshill të Sigurimit, nuk do të realizojë. Dhe mbase për ta bërë një farë baraspeshje, nuk i pyetëm në Këshill të Sigurimit dhe nuk e bë fare për bombardimin, kjo pjesa civile mund të shkojë pa problem. Mund të jetë edhe kjo një farë baraspeshimi, por a ka pra për ta përmbledhur këtë pjesë, a ka po themi para Rambujën, pa Amerikan, pavarësisht sakrificës, pra ne sot po kujtojmë ato që e quajmë, pra epopeja ushtrisë shqiptare të Kosovës. A kish mujt me pas këtë rrjedhoj historike që e pat Kosova? Leonard, mund të çmohet kjo gjë që mund të jem subjektiv, por në asnjë mënyrë, me asnjë kusht dhe me asnjë çmim tjetër. Pa këtë epope të jasharëve dhe vazhdimsinë e luftës çlirimtare, unë ju kujtova të thënën, po të mos ishit kështu që jeni, kur ndihmën tonë se kishit pas, kjo s'është rasti, as s'është frazë. Domethënë, o dash të ndodh lufta, përpjekja jonë, edhe pse e kemi ditur që e kemi tepër vështirë vetë ta realizojmë këtë gjë. Bile, kur jemi nisur për Rambujë, ato 10 pikat fillestare kanë qenë aq të rënda me i pranu dhe mu nis me shku në Rambujë, por ju kemi thënë njerëzve, nuk po shkojmë me marr pavarësinë në Rambujë, po shkojmë që ta ndërkombëtarizojmë akoma më shumë ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe pastaj të lëvizim më seriozisht në këtë gjë. Zoti Buja, kisha më dashur shumë me fol për luftën edhe për shumë çka, po ju të ecë minutat shumë shpejt. Megjithatë, pra e tham që ka një sentiment të fortë për që ka edhe një sentiment kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. A beson që qeveria në shkuarje, pra e 4 viteve të fundit, ka gisht në këtë punë për shkak se politikisht, pra opozita, Partia Demokratike e Kosovës, njerëz të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shpesh e kanë drejtu gishtin aty, pra si një strumbullar i një fushate kundër njerëzve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, disi me thonë, pra mu përdor për vjetort, mu përdor si sot, pra epopeja ushtrisë shqiptare të Kosovës, por këta që janë gjallë, këta janë të këqij, pra të mirët janë vetëm ata që kanë vdekur. Do kisha dashur të mos e them këtë që du ta them. Po të ishte kjo qeveri e këtij 4 vjeçi që iku e kujdesshme për luftën, do kishte pas kujdes për ata që e bën luftën. Dhe ata që bën luftën që janë gjallë, e që ata janë burra të mirë, padyshim, si ata që kanë shku, edhe rastisht kanë shpëtuar dhe janë me dorë e këmbë të sakatosura dhe kanë nevojë për përkujdesje qeveritare që s'ka ndodhur. Kjo është shqetësuese. Dhe tash të pritet për vjetori për të folur disa fjalë të bukura, siç u folën sot. Ishin fjalë par excellence, nuk ka më mirë fjalë, por thonë nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë. Dhe nëse dikush është dashur të gëzoj për kujdesjen, jo vetëm kësaj, po secilës qeveri është dashur ata që e bën lirinë dhe e bën shtetin. Dhe janë ata. Ata mund të, shumica prej tyre mund të mos dinë shumë të renisin fjalë të flasin, por kanë ditur fort mirë
të rëndisin plumbat për armikun. Dhe i kanë përjetuar të plagë që i kanë marrë, dhe do të duaj që ata s'paku ta kenë një jetë qetë të patrazuar me gjërat më elementare që duhet t'i kenë për jetën, por nuk i kanë. Që mund të po. Kjo është një pra e ka obligim me... Unë jam një ekonomist i keq, sepse, por megjithatë do përdoritë që i bëj unë nuk cënohet shumë ose fare pak cënohet fondi qeveritar duke u përkujdesur më seriozisht për këtë kategori. Absolutisht, pra edhe po flasim për njerëz që tashmë jo pak për tyne kanë bëhë edhe një mosh, pra, dhe që kanë nevojë... Unë isha për ngushëllim të një ushtar i imi tash në Lipjan dhe djalit i profesor në pritje tjera, tash po mërzitesh, tha po, tash mos mërzit hiq, se gjitha vitet që i kemi pas luftës i kemi dhurat, sepse në fakt ke mund të shkojmë në 98, në 99. Domthonë janë 27 vite që ne po i gëzojmë liri dhe kjo është mrekullia. A ki përshtypjen ka një herë që për vjetor, pra se cilën herë përjeton pak mas betë se herat tjera, apo është e kundërta? Jo, shiko, për vjetorët shënohen mirë, nuk është problem për këtë gjëra, sepse në fakt bile unë përjetimin më të simpatike përjetova kur shkova një ditë tek nipi im Mali, pseudonimi kisha Mali në gjatë luftës, në Qerdhe, dhe ishin veshur gjithë djemt me rroba të UÇK-s dhe vajzat me atë fustanët kaltër dhe verdh për ditën e pavarësisë së Kosovës. Dhe ja nisi lufta dhe jo e vesha një pjesë të uniformës kur hyna në Qerdhe, se thash mos po trazojnë fëmijët e mi që mos nisi diçka, që të mos i trazoj, po kur hyra aty u dashkë o derdh lot o njerëz dhe i mbajta lotët, po u bëra ujë nga njerëzit, nga i përjetim i jashtëzakonshëm me ata fëmijë të vegjël që kishin një ndjenjë fisnike sinqert dhe pyesnin për gjëra shumë përmbajtësore për luftën. Ishte interesant në Qerdhe, domthonë, përveç tjera ishte edhe Mali, nipi im që e kishte bërë një pano dhe e shpjegonte për Kosovën se çka nuk kupton Kosova dhe liria e saj etj. Po është emocione të jashtëzakonshme, pra emocione që si kanë përjetuar që pra si ju që keni kalu burgun, keni qenë pjesë e lëvizjes paqësore, pastaj e luftës ushtrisë ligjëtare të Kosovës, ndërtimit të institucioneve dhe që sheh një skentil. Po besoj je i përmbushur me gjithatë. Unë jam absolutisht po, më shqetëson ajo, po them që bashkëluftarët e mi që kemi vdekur bashkë, por s'ta ka vrarë Zoti, si thon, i shoh në pozicion me mbledh kanaçe larg asaj nëpër metrina, që ka rast. Kjo më rron, por e kam një bindje që më shkon në gjendë skaj që ajo gjenerat që përmenda të nipit tim dhe shumë nipër e tjerë që e kanë atë përkushtimin për UÇK-n dhe për lirin, do ta gëzojnë dhe do ta transformojnë e do ta realizojnë atë që duhet realizuar.